Kosovë më pak dasma e më shumë divorce. Qotë shqiptari bën dasëm mira euro dhe në fund ndahet. Agjencia e Statistikave të Kosovës ka bërë publike të dhënat për lindjet, vdekjet, kurorëzimet dhe shkurorëzimet për muajin shkurt 2026. Diçka që bie në sy te ky raport është se numri i kurorëzimeve në janar të këtij viti ka qenë 1372 brenda dhe jashtë Kosovës. Por vërejmë se në muajin shkurt, ky numër ka rënë dukshëm. Numri i kurorëzimeve ka qenë 969, pra rreth 29.4% më pak se një muaj më parë. Në janar janë regjistruar 88 shkurorëzime, por gjatë muajit shkurt, ky numër thuajse u dyfishua në 138 shkurorëzime. Pra, për disa çifte, nuk vlejti fjala derisa vdekja të na ndajë.